Data 29 prill. Numrat. Kapitulli 6. Dhe Zoti i foli Mojsiut, duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur një burra një grua do të lidhi një kusht të veçantë, kushtin e Nazireatit, për t'ju shenjtëruar Zotit, do të heqin dorë nga vera dhe nga pijet të tjera që të dehin, nuk do të pinë uthull të bërë nga vera, as uthull të përgatitur me pije dese. Nuk do të pinë as një lëng rrushi dhe nuk do të hanë rrush as të freskët, as të thatë. Gjatë gjithë kohës së shenjtërimit të tij, ai nuk do të hajë as një prodhim të vreshtit, as kokrat, as lëkurën e rrushit. Gjatë gjithë kohës së kushtit të shenjtërimit, prisku nuk do të kalojë mbi kokën e tij. Derisa të mbushën ditët për të cilet ju shenjtërua Zotit, do të jetë i shenjtë. Do t'i lërë flokët e tij të rriten të gjatë mbi kokën e tij. Për gjithë kohën që ju është shenjtëruar Zotit, nuk do t'i afrohet ndonjë trupi të vdekur, as sikur të ishte i ati apo e ëma, i vëllai ose e motra. Ai nuk do të ndotet për ta kur vdesin, sepse mban mbi krye shenjën e shenjtërimit të tij, Perëndis. Për gjithë kohën e shenjtërimit të tij, ai do të jetë i shenjtë për Zotin. Në rast se dikush vdes papritmas afër tij dhe koka e tij e shenjtëruar mbetet e ndotur, ai do ta ruaj kokën ditën e pastrimit të tij, do ta ruaj ditën e 7. Ditën e 8 do t'i çojë 2 turtuj ose 2 pëllumba të rinj priftit në hyrje të çadrës së mbledhjes. Prifti do të ofrojë njërin prej tyre si flijim për mëkatin dhe tjetrin si holokaust dhe do të bëjë shlyerjen për të, sepse ka mëkatuar për shkak të trupit të vdekur, dhe po atë ditë do të shenjtëroj kokën e tij. Do t'i shenjtëroj përsëri Zotit ditët e Nazireatit të tij dhe do të çojë një shenjë motak si fli shlyerjeje. Por ditët e mëparshme nuk do të llogariten më, sepse Nazireati i tij është ndotur. Ky është ligji i Nazireatit. Kur ditët e shenjtërimit të tij do të plotësohen, atë njeri do ta sjellë në hyrjen e çadrës së mbledhjes, dhe ai do t'ia paraqesë ofertën e tij Zotit. Një shenjë mashkull motak pa të meta për holokaustin, një shenjë femër motak pa të meta për flijimin për mëkatin dhe një dash pa të meta për flijimin e falënderimit. Një shport me bukë të ndorme, të përgatitura me maj mielli, me kuleç të zënë me vaj, një revani pa maja të lyer me vaj, me ofertat e tyre ushqimore dhe libacionet e tyre. Prifti do t'i paraqesë këto gjëra përpara Zotit dhe do të ofrojë flijimin e tij për mëkatin dhe holokaustin e tij. Do të ofrojë dashin si flijim falënderimi ndaj Zotit. Bashkë me shportën e bukëve të ndorme, prifti do të ofrojë gjithashtu blatimin e tij ushqimor dhe libacionin e tij. Nazireu do të ruaj kokën e tij të shenjtëruar në hyrje të çadrës së mbledhjes dhe do të marrë flokët e kokës së tij të shenjtëruar dhe do t'i vërë mbi zjarrin që është nën flijimin e falënderimit. Prifti do të marrë shpatullën e pjekur të dashit, një kulaç pa maja nga shporta dhe një revani pa maja, dhe do të vërë në dorë të Nazireut, pasi ky të ketë rruar kokën e tij të shenjtëruar. Prifti do t'i tundë si oferta para Zotit. Është një gjë e shenjtë që i përket priftit, bashkë me gjoksin e ofertës së tundur dhe me kofshën e ofertës së ngritur. Pas kësaj, Nazireu do të mund të pi verë. Ky është ligji për Nazireun që i ka premtuar Zotit një ofertë për shenjtërimin e tij, veç atyre që mjetet e tij do t'i lejojnë të bëjë. Në bazë të kushtit të lidhur, ai duhet të sillet në pajtim me ligjin e shenjtërimit të tij. Zoti foli akoma Mojsiut duke i thënë: Folu Aronit dhe bijve të tij dhe u thuaj atyre: Ju do t'i bekoni kështu bijtë e Izraelit, duke u thënë: Zoti të bekojë dhe të ruaj. Zoti të bëjë që të shkëlqejë fytyra e tij mbi trupin tënd dhe të tregohet i mbar me ty. Zoti të kthejë fytyrën e tij mbi ty dhe të sjellë paqe. Kështu do ta vënë emrin tim mbi bijtë e Izraelit dhe unë do t'i bekoj. Psalmi 40. Unë kam pritur me ngulm dhe me durim Zotin, dhe ai u përkul mbi mua dhe dëgjoi britmën time. Më nxori jashtë një grope shkatërimi nga balta e moçalit. I vendosi këmbët e mia mbi një shkëmbë dhe i ka bërë të qëndrueshëm hapat e mi. Ai vuri në gojën time një kantik të ri për të lëvduar Perëndin tonë. Shumë njerëz kanë për ta parë këtë, do të dridhen dhe do t'i besojnë Zotit. Luma i njeri që i beson Zotit dhe nuk u drejtohet krenarve
dhe as atyre që marrin rrugë të keqe duke u dhënë pas gënjeshtrës. O Zot, Perëndia im, të shumta janë mrekullitë që ke bërë dhe askush nuk mund të numërojë gjërat që ke menduar për ne. Po të duhej ti shpallja dhe ti tregoja, do të ishin tepër për t'i radhitur. Ti nuk kënaqesh as me flime, as me oferta. Më ke shpuar veshët. Ti nuk ke kërkuar as holokauste, as flime për mëkatin. Atëherën thash, ja, po vi. Në rrotullin e librit shkruhet për mua. Perëndia im, unë gëzohem kur zbatoj vullnetin tënd dhe ligji yt është brenda zemrës sime. E shpalla drejtsinë tënde në kuvendin e madh. Ja, unë nuk i mbaj buzët të mbyllura o Zot. Ti e di këtë. Nuk e kam fshehur drejtsinë tënde në zemrën time. Kam shpallur besnikrinë tënde dhe shpëtimin tënd. Nuk e kam fshehur mirësinë tënde as të vërtetën tënde para kuvendit të madh. Mos më moho, Zot, mëshirën zemër butë. Mirësia jote dhe vërteta jote më mbrofshin gjithmonë. Sepse të këqijat pa numër ta më rrethojnë. Pallësitë e mia më kanë zënë dhe nuk mund të shikoj. Janë më të shumta se flokët e kokës sime dhe zemra po më ligështohet. Prano, o Zot, më çlirosh, o Zot, nxito të më ndihmosh. U turpërofshin dhe u përshtjellofshin ata që duan të shkatërrojnë jetën time. Rënqin poshtë të mbuluar nga turpi ata që gëzohen me fatkeqësitë e mia. U tremshin për turp të tyre ata që më thonë, U gëzofshin dhe ngazëllofshin te ti të gjithë ata që të kërkojnë, ata që duan shpëtimin tënd, thonjin, lëvduar qoftë Zoti. Sa për mua, unë jam i varfër dhe nevojtar, por Zoti kujdeset për mua. Ti je mbështetja ime dhe çlirimtari im, Perëndia im, mos u vono. Psalmi 41. Luma i që kujdeset për të varfrin. Zoti do ta çlirojë ditën e fatkeqësisë. Zoti do ta ruajë dhe do ta mbajë të gjallë. Ai do të jetë i lumtur mbi tokë dhe ti nuk do ta lësh në duart e armiqve të tij. Zoti do ta ndihmojë në shtratin e sëmundjes. Gjatë sëmundjes së tij, o Zot, ti do ta transformosh plotësisht shtratin e tij. Unë kam thënë, o Zot, ki mëshirë për mua. Ma shëro shpirtin, sepse kam mëkatuar kundër teje. Armiqtë e mi ndjellin të keqen duke thënë, kur do të vdes dhe kur do të zhduket emri i tij. Në rast se dikush prej tyre vjen të më shikojë, gënjen, ndërsa zemra e tij mbledh paullësi, pastaj del jashtë dhe e përhap rreth e rrotull. Të gjithë ata që më urrejnë përshpëritin bashkë kundër meje kur disin të keqen duke thënë, një e keqe e tmerrshme e ka zënë dhe ai nuk do të ngrihet kurrë nga vendi ku dërgjet. Madje edhe miku im i ngushtë, tek i cili kisha besim dhe që hante bukën time, ka ngritur kundër meje thëmbrën e tij. Por ti, o Zot, ki mëshirë për mua dhe më ngri në këmbë që të mund t'ua shpaguaj. Nga kjo e di që ti më pëlqen në rast se armiku im nuk triumfon mbi mua. Sa për mua, më ke përkrahur në ndershmërinë time dhe më ke vendosur në praninë tënde për gjithnjë. Qofti bekuar Zoti, Perëndia e Izraelit, për jetë. Amen. Amen. Kënga e këngëve, kapitulli 4. Sa e bukur je, o mikja ime, sa e bukur je. Sytë e tu prapa velit tënd janë si ato të pëllumbeshave. Flokët e tu janë si një kope dhish që kullosin në malin nga Galaad. Dhëmbët e tu janë si një kope delesh të qethura që kthehen nga vendi i larjes. Të gjitha kanë binjakët e tyre dhe asnjë prej tyre nuk është shterp. Buzët e tua janë si një fije e kuqe flak dhe goja jote është e këndshme. Tëmthat e tu prapa velit tënd janë si një thel shege. Qafa jote është si kulla e Davidit, e ndërtuar për një armëri, mbi të cilën janë varur 1000 mburoja, të gjitha mburoja të njerëzve trima. Të dy siset e tua janë si 2 kaproj të vegjël, binjak të gazelave që kullosin midis zambakve. Por para se fladi i ditës të ndihet dhe hijet të ikin, do të shkoj në malin e mirrës dhe në kodrën e temjanit. Ti je tëra e bukur, mikja ime, dhe nuk ka në ty asnjë të met. Eja me mua nga Libani, o nusja ime. Eja me mua nga Libani. Shiko nga maja e Manas, nga maja se Nirit dhe Hermonit, nga strofkat e luanëve dhe nga malet e leopardëve. Ti më ke rrëmbyer zemrën, o motra ime, nusja ime. Ti më ke rrëmbyer zemrën me një shikim të vetëm të syve të tu, me një gushore të vetme të qafës sate.
Sa e kënaqshme është dashuria jote, o motra ime, nusja ime. Sa më e mirë se vera është dashuria jote dhe aroma e vajrave të tua të parfumuara është më e këndshme se gjithë aromat. Nusja ime, buzët e tua pikojnë si një huall mjalt. Mjalt dhe shumë është ka në gjuhën tënde dhe aroma e rrobave të tua është si aroma e Libanit. Motra ime, nusja ime, është një kopësht i mbyllur, një burim i mbyllur, gurë e vullosur. Filizat e tua janë një kopësht shegësh, me frytet zgjedhura, me bim të alkanës, me nardo dhe kroko, kanel dhe cinamon, me të gjitha llojet e drurve të temjanit, të mirës dhe të aloes, me të gjitha aromat më të mira. Ti je një burim lulishtesh, një pus ujrash të freskëta, rrëkesh që dalin nga Libani, zgjohu o veri dhe eja u jug, fryj mbi kopshtin tim dhe aromat e tij të përhapen. Le të hyj i dashur im në kopshtin e tij dhe të haj frytet e zgjedhura. Hebrejve, kapitulli 4. Prandaj përderisa mbetet ende një premtim për të hyrë në prehjen e tij, le të kemi frikë se mos ndonjë nga ju të mbetet mbrapa. Në fakt, neve si edhe atyre u ishte shpallur lajmi i mirë, por fjala e predikimit nuk u dha dobi atyre, sepse nuk u bashkua me besimin tek ata që e dëgjuan. Sepse ne që besuam hym në prehje, siç tha ai, kështu betova në zemrimin tim, nuk do të hyjnë në prehjen time. Ndonë se veprat e tij u bën që nga themelimi i botës. Sepse diku ai ka thënë kështu për të 7 ditë. Dhe Perëndia u preh të 7 ditë nga të gjitha veprat e tij. Dhe po aty përsëri, nuk do të hyjnë në prehjen time. Mbasi pra mbetet që disa të hyjnë në të, ndërsa ata që u që shpallur lajmi i mirë më përpara nuk hyjnë për shkak të mosbesimit të tyre, ai cakton përsëri një ditë. Sot, duke thënë mbas kaq kohe me anë të Davidit, sot ne dëgjofshi zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat tuaja. Sepse në qoftë se Jozueu do t'i kishte prirë në prehje, nuk do të kishte folur pas kësaj për një ditë tjetër. Mbetet pra një prehje shabati për popullin e Perëndisë. Sepse kush ka hyrë në prehjen e tij, ka pushuar edhe ai vetë nga veprat e tij, ashtu si Perëndia nga të tijat. Le të jemi të zellshëm pra të hyjmë në atë prehje, që askush të mos bjerë në të njëjtin shembull të mosbindjes. Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe vepruese, më e mpret se çdo shpatë me 2 tehe dhe depërton deri në ndarjen e shpirtit dhe të frymës, të nyjeve dhe të palcave, dhe është në gjendje të gjykojë mendimet dhe dëshirat e zemrës. Dhe nuk ka asnjë krijesë që është e padukshme para tij, por gjithçka është lakuriq dhe e zbuluar para syve të atij, të cilit ne duhet i japim llogari. Duke pasur pra një kryeprift të madh që ka përshkruar qejt, Jezusin, birin e Perëndisë, le të mbajmë fort rrëfimin ton, sepse ne nuk kemi kryeprift që nuk mund të vuaj bashkë me dobësitë tona, por që u tundua në të gjitha njësoj si ne, por pa mëkat. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë të gjejmë hir për të pasur ndihmë në kohën e duhur.